Louise Ailey rikthehet në Big Brother VIP Albania. Rogerti shpërthe me ofendime. Fituesi qëndron i qetë dhe jep një leksion dinjiteti. Hyrja e Louise Aileyt në shtëpinë e Big Brother VIP Albania u prit si një moment i rëndësishëm për banorët. Ashtu siç ishte paralajmëruar, fituesi dhe mbreti i Big Brother VIP Albania 2 do të qëndrojnë në shtëpi deri të martën, për të ndarë eksperiencën e tij me ta. Por shumë shpejt, situata mori një drejtim krejt tjetër. Pa humbur kohë, Rogerti nisi menjëherë me ofendime të rënda ndaj Louisit, duke e quajtur me fjalë fyese si zhulës, budalla, borxhli dhe kumaraxhi, duke kaluar çdo kufi respekti. Ai vazhdoi edhe me kërcënime, duke deklaruar se njeh Louise Aileyn dhe se do t'ia tregoj qefin, duke lënë të kuptohet se nuk do të ndalej me kaq. Përballë kësaj sjellje provokuese, ajo që u vure ishte qetësia e Louise Ailey. Ai nuk reagoi me nervozizëm dhe nuk u përfshi në konflikt. Por me maturi i tregoi Rogertit se me këto veprime po e nxirrte veten shumë keq dhe se do të ishte më mirë të qetësohej. Louise u përpoq t'i tregonte se kjo sjellje nuk i sillte asgjë të mirë dhe se po dëmtonte imazhin e tij brenda lojës. Qëndrimi i tij tregoi edhe një herë pjekurinë dhe forcën e karakterit që e kanë shoqëruar gjithmonë. Në fund, mesazhi i Louise Aileyt ishte i qartë. Respekti dhe durimi janë më të forta se provokimet. Ai hyri në shtëpi për të dhënë një shembull dhe për të ndihmuar banorët të reflektojnë. Por se sa do të mësoj secili prej këtij mësimi, nuk varet nga ai. Të martën, Louise Ailey do të largohet nga Big Brother VIP Albania, duke lënë pas një leksion të fortë për sjelljen dhe dinjitetin, ndërsa mbetet në dorën e banorëve nëse do ta kuptojnë apo jo këtë mesazh. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund të videos. Mendimi juaj ka rëndësi, ndaj na tregoni në komente çfarë mendoni për këtë situatë dhe kush sipas jush po thotë të vërtetën. Mos harroni të abonoheni, ta pëlqeni dhe ta shpërndani me miqtë tuaj që kjo histori të shkojë sa më larg. Mbështetja juaj na motivon të sjellim për ju përdit përmbajtje edhe më interesante. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit ton.